Drejtoria vendore e policisë Lezhë bën me dije se gjatë 24 orëve të fundit janë kryer disa operacione në funksion të garantimit të rendit dhe sigurisë publike. Sipas bluve, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrant shtetasin me inicialet AS, alias AB, 38 vjeç, banues në Lezhë, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Gjatë kontrollit fizik, atij u gjet një sasi lëndë e dyshuar narkotike dhe ujë kanabis sativa. Po ashtu, gjatë kontrollit në banesën e tij u zbulua një vazë me një bimë të dyshuar narkotike të së njëjtës lloj. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lezhë kanë ndaluar shtetasin me inicialet DK, 29 vjeç, banues në Lezhë. Ky shtetas ishte i shpadur në kërkim për një rast vjedhjeje të ndodhur me 24 maj 2025 në një furrë buka në qytet, ku dyshohet se ka marrë një shumë parash. Gjithashtu, me datë 25 maj 2025, shtetësja me inicialet M, banuese në Lezhë, ka kallëzuar në polici largimin nga banesa të vajzës së saj 16 vjeçare. Strukturat përkatëse po punojnë për lokalizimin dhe kthimin e saj të sigurt në familje. Materialet procedurale për rastet në fjalë janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprimet të mëtejshme hetimore.